Pamjet që shihni i përkasin një prej vend pushimeve përgjatë aksit rrugor Fiershegan-Urkuç në territorin e Fiersheganit, konkretisht pranë fshatit Çukas, ku persona të papërgjegjshëm hedhin mbeturina në hapësirat e pushimit të automjeteve. Sipas banorëve dhe drejtuesve lokal, ky vend është pastruar disa herë nga punonësit e njësisë administrative, por ndotja rikthehet vazhdimisht nga qytetarë që shkarkojnë mbetje gjatë natës. Në një komunikim me drejtues të njësisë administrative Fiershegan, bëhet me dije se situata është kthyer në një shqetësim real për zonën. Sipas tyre, ndotja nuk kryhet nga banorët e njësisë, por kryesisht nga fermerët e persona që vijnë nga zona e sektorit Agim në Urkuç, të cilët kanë toka bujqësore në brendësi të territorit të Fiersheganit. Shpesh automjete të vogla ndalojnë gjatë natës dhe shkarkojnë mbeturina nga oborret apo aktivitetet e tyre, duke ndotur jo vetëm ambientin, por edhe një nga akset kryesore të qarkullimit drejt Beratit. Përfaqësuesit vendor kërkojnë bashkëpunim mes njësisë administrative Poshnjë dhe Bashkisë Dimal për ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe ndalimin e këtij fenomeni. Ky nuk është vend për mbeturina, por një hapësirë pushimi për automjetet dhe qytetarët. Çdo abuzues që do të identifikohet dhe do të procedohet sipas ligjeve në fuqi, është prehur përgjegjësi i zyrës së menaxhimit dhe mbrojtjes në njësinë administrative Fiershegan Agron Topi. Konstatimi që është në këtë vend, që është si shesh pushimi këtu, nuk është nga pjesëtarët ose nga zona e njësisë Fiershegan, por vjen nga banorët e njësisë të Poshnjës, që janë kufitar me njësinë tonë, plus që kanë dhe tokat ngjitur këtu ku jemi, dhe këto probleme janë ndeshur disa herë. Ne kemi ndëhyrë disa herë për t'i pastruar, por kjo është përsëritur disa herë nga ana tyre. U bëm thirrje banorëve të njësisë së Poshnjës, të Bashkisë Dimal, që të marrin masë, për ndryshe njësia jonë dhe pjesa jonë do të marrin masa administrative.